U rinumëruan 44 kuti votimi të qark u dibër dhe rezultuan rreth 40 vota të tjetërsuara mes kandidatëve të listës së hapur. Sipas Kasit, do të rinumërohen edhe rreth 2300 kuti të tjera në qarqe Tiranë, Fier dhe Durrës. Pra, nga 5200 kuti që ka gjithë Shqipëria, do të rinumërohen gati gjysma. Në gjithë Shqipërinë kanë qenë mbi 90 ZAZ ku janë numëruar votat. Çdo ZAZ ka pasur nga 6 tavolina numërimi dhe çdo tavolinë ka pasur nga 4 numërues për turn ose 12 numërues për çdo tavolinë. Pra gjithsej rezulton të kenë qenë 90 herë 6, baraz me 540 tavolina herë 12 numërues, baraz me 6480 numërues. Në gjysmën e ZAZ-ve që do të rinumërohen, rezulton të kenë marrë pjesë 3240 numërues, nga të cilët 1620 janë të PD-s. Tani, nëse misioni të gjithëve që kanë kërkuar rinumërim dhe që e din mirë se nga rinumërimi nuk tjetërsohet mandat apo diferencat e votave që mund të rezultojnë nuk prodhojnë asgjë, ka për qëllim të burgos 6480 numëruesit ose 3240 gjysmën e tyre. Ju garantoj që Shqipëria urgjentisht duhet të ndërtojë edhe kaq burgje sa ka, sepse kapaciteti i sotëm i burgjeve të Shqipërisë është 5200. Në 1282 qendrat e votimit që ka qarku Tiranë apo 586 qendra që ka qarku Fier, nëse gjatë rinumërimit rezultojnë të trafikuara aq vota sa mund të jetë gabimi njerëzor, unë nuk dua asnjë vot në këmbim të futjes në burg të asnjë demokrati. Nëse trafikimi është i qëllimshëm dhe numri i votave është i tillë sa të jetërson rezultat apo mandat, le të kalbe në burg kushdo qofshin numëruesit. Dhe nëse nga KQZ-ja nuk është zbatuar ligji që të gjithë numëruesit duhet jenë me arsim të lartë dhe të akredituar dhe të trajnuar nga KQZ-ja sipas kodit zgjedhor, atëherë përgjegjësia për çdo numërues që nuk plotson kriteret sipas ligjit, që në dijenin time janë shumë, është e KQZ-s dhe jo e numëruesve. Prandaj kam këmbgulur prej 10 vitesh që komisionerët duhet jenë administrat dhe jo militant partie, që përdoren si mish për top, e pastaj shiten për t'i dënuar ose kanë zbatuar porositë e liderëve global, e mender udhëheqësve të partisë.